Tatimi 15% në shitjen e shtëpisë. A e dini që ka një mënyrë për ta ulur atë që asnjëri nuk ja u thot? A e di që tatimi 15% mund të jetë më i ulët se aq? Po, e kuptove mirë. Ligji parashikon një ulje që askush nuk ja u thot dhe nuk e aplikon. Sipas ligjit të tatimeve, vlera e shtëpisë duhet të ulet me 1% për çdo vit ndërtimi. Kjo për shkak të amortizimit të banesës dhe deri në një maksimum për 30% zbritje. Por në praktik, kjo zbritje nuk aplikohet pothuajse asnjëherë. Prandaj, keni kujdes, kërkoni gjithmonë zbatimin e normës së amortizimit të parashikuar nga legjislatori, pasi ligji është bërë për t'u aplikuar, jo për t'u anashkaluar. A e dje këtë? Shkruaj po ose jo në komente. Dhe më ndiq në faqet e mia, Facebook, Instagram, TikTok dhe YouTube për të njohur të drejtat e tua juridike në jetën e përditshme. Faleminderit.